Një në 1655 aplikant kanë ankimuar rezultatin e publikuar nga universitetet në raundin e parë të shpalljes së fituesve. Ministri i Arsimit pohon se numri i ulët i ankimimeve nga ana e maturantëve ka ndodhur pasi sistemi i ri është i bazuar mbi transparencën dhe meritën, ndërkohë që numri më i madh i ankimimeve është në Universitetin e Tiranës me 216 të tillë. Nga ky raportim i të gjitha institucioneve tona të arsimit të lartë publik në vend, rezulton se kemi vetëm 287 ankimime në 475.000 aplikime, ose vetëm 0,06% ankimime në totalin e të gjithë aplikimeve për të vijuar studimet e larta. E thënë ndryshe, vetëm 1 në 1655 aplikime ka ankimuar. Ministre Lindita Nikolla pohoi se në fazën e dytë ashtu si në fazën e parë do të fitojnë më të mirët, duke u dhënë shpresë maturantëve se për ta do të ketë sërish kuota bosh. Ju keni sërish në dispozicion 10 preferenca, që padyshim mund të jenë edhe 10 preferenca të reja, pra 10 mundësi të reja, pasi keni gjithçka të qartë fal transparencës së raundit të parë. Më të mirët e raundit të dytë mund të ndodhë që sërish të fitojnë edhe në 10 deg studimi. Dhe vetëm pasi ata të zgjedhin degën ku preferojnë të studiojnë, janë universitetet ato që përmes postimit të vijës kuqe do të plotësojnë kuotat në bazë të rankimit të raundit të dytë. Pas shpalljes së listave të fituesve të fazës së parë, maturantët kanë mundësi të regjistrohen në fakultet për një nga degët e fituara dhe pas datës 20 shtator do të vijojë raundi i dytë.